Imagjino këtë, është viti 1478. Brenda rrenojeve të një kishe në Shqipërinë e pushtuar, një skuadër jeniqerësh Osman, vrasësit më të disiplinuar mbi tokë, po silleshin si të marrë. Ata kishin thyrë një varr mermeri me çekiç të rënd. Nuk po kërkonin arë, po gërmonin në përpluhur dhe dekompozim, duke luftuar me njëri tjetrin për të shqyrë skeletin brenda varrit. Një ushtar rrëmben një kock gishti, një tjetër fut një brinjë në tunikën e tij. Ata mendojnë se ato kocka janë magjike. Besojnë se mbajtja e një fragmenti të këtij trupi do t'i bëjnë ato të pathyeshëm. Ky nuk është varri një shenjtori, ky është varri i Skënderbeut. Dhe madje 10 vjet pas vdekjes së tij, Perandoria Osmane është ende aq e tmerruar për ti, saqë po çajnë varrin e tij për t'i vjedhur fuqinë. Si arriti një njeri i vetëm t'i shkaktonte një traumë kaq të thellë psikologjike një superfuqie si ajo otomane? Si arriti një djalë i rrëmbyer të bëhej generali më i mirë i perandorisë vetëm për ta djegur atë tërësisht nga brenda? Për të kuptuar tërbimin, duhet kuptojmë rrëmbimin. Perandoria Osmane nuk pushtoi vetëm tokë, ajo rrëmbeu fëmijë. Ky ishte devshirmeja, taksa e gjakut. Rekrutuesit Osman thyrnin dyert në fshatrat e krishterë, inspektonin djemt si bakti dhe i tërhiqnin zvarr më të fortit për t'u shpërlar trurin dhe për t'i bërë pjesë të jeniqerëve elit të sultanit. Në vitin 1423, mbledhësit e taksave erdhen për një objektiv me vlerë të lartë. Ata nuk donin një fshatar, ata donin një princ. Kërkuan djalin më të vogël të Gjon Kastriotit, zotit rebel të Kryes, i cili kishte qenë një problem i vazhdueshëm në krahun e sultanit për dekada. Emri i djalit ishte Gjergj. Ai ishte vetëm 9 vjeç. Tragjedia nuk u ndal me rrëmbimin. Gjergji kishte 3 vëllezër më të rritur, Reposhin, Stanishën dhe Konstantinin. Edhe ato u morën si pengje për të siguruar nënshtrimin e babait të tyre, por nuk mbijetuan. Ato vdiqën në kujdestarinë e Osmanit. Kishte ca zëra se u helmuan nga agjentët e sultanit. Gjergji ishte djali i fundit i kastriotëve që mbeti gjallë në kampin e armikut. Imagjinoni zemërimin e ftohtë dhe të heshtur të atij djaloshi. Ai ishte i vetëm në oborrin e vrasësve të vëllezërve të tij, por ai nuk u thye, nuk u rebelua, por u përshtat. Osmanit e stërvitin atë në harktari, shpata dhe strategji derisa menduan se i kishin fshirë kujtesën. U konvertua në islam, mori emrin Iskander, Lord Alexander. Për 20 vjet ai veshi uniformën e tyre, udhëhoqi kalorësinë e tyre, qeverisi provincat e tyre. Ai u bë ujku i preferuar i sultanit duke ngrënë nga dora e tij, duke pritur që dera Kafazit të lihej e hapur. Ai e luajti pjesën e tij aq përsosmërisht sa askush nuk e pa thiken që fshihej pas buzëqeshjes së tij dhe vetëm po priste kaosin total. Ky kaos erdhi me 3 nëntor 1443 në betejën e Nishit. Kryqëtarët hungares të Janosh Huniadit po thyenin linjat osmane. Fusha e betejës ishte një thërtore tymi dhe kuesh që u lërinin. Ky ishte momenti. Skënderbeu nuk sulmoi armikun. Ai u bëri shenjë 300 kalorësve shqiptar të besuar në njësinë e tij, njerëz që kishin pritur fjalën e tij. Ata ndaluan luftën dhe u larguan nga betejë. Por Skënderbeu nuk u mjaftua vetëm arratin, atij i duhej një çelës. Në mes të tërheqjes dhe panikut, Skënderbeu gjeti Reis Efendiun e sultanit, mbajtësin e vulës perandorake. Ai e tërhoqi zvarr shkruesin e tmerruar në hijet e një çadre dhe i vuri tehun në fyt. Nuk kërkoi para, kërkoi një ferman, një urdhër zyrtar që i kalonte atij kontrollin e kështjellës së kryes. Shkruesi e shkroi gënjeshtrin me duar që i dridheshin. Skënderbeu e rrëmbeu dokumentin dhe e vrau njeriu menjëherë, pa dëshmitar, pa lënë gjurmë. Ai kaloroi si djallë për 7 ditë duke kaluar linjat armike, duke mashtruar nëpër pikat e kontrollit me letrat e vjedhura dhe uniformën e tij të generalit. Kur mbërriti në Kruj, në kështjellën e pathyeshme që ruante dhënën e tij, ai nuk nisi rrethimin, thjesht eci drejt portës, ja dorëzoi letrën e falsifikuar guvernatorit. Vula ishte reale. Guvernatori u përkul, bëri valigjet dhe i dorëzoi Skënderbeut çelësit e kështjellës më strategjike në Ballkan. Ishte mashtrimi më i madh në historinë ushtarake. Atë mbrëmje Skënderbeu eci me mure, shqeu gjysmë hënën osmane, ngriti një flamur të kuq me një shqiponjë të zezë me 2 krerë, stemën e babait që kishte humbur dhe vëllezërve që nuk mundi t'i shpëtonte. Nata e thikave filloi. Njerëzit e Skënderbeut të ndihmuar nga vendasit që fshiheshin në hije, masakruan garnizonin osman ndërsa flinin. Me lindjen e diellit, ujku i sultanit ishte zhdukur. Dragoi i Shqipërisë ishte ngritur dhe po qëndronte një pirg kufomosh osmane duke sfiduar perandorinë më të madhe të kohës.
Mëngjesin pas masakrës në Krujë, adrenalina u zbe. Skënderbeu qëndronte mbi mure duke parë nga lindja drejt lindjes së diellit dhe drejt hakmarrjes së pashmangshme. Ai e njihte makinën osmane më mirë se kushdo. Ai e dinte se në Edrene sultani nuk ishte thjesht i zemëruar, ai po kalkulonte. Logjistika e një pushtimi po hartohej, drithrat po futeshin në thas, topat po derdheshin dhe urdhrat e vdekjes po nënshkruheshin. Skënderbeu kishte kështjellën, por nuk kishte një vend. Në vitin 1443, Shqipëria nuk ekzistonte si një komb i bashkuar. Ishte një lëmsh principatësh në luftë me njëra tjetrën. Ishte klani i Dukagjinëve në veri, familja Topia në qendër, Muzaket në jug. Këto familje fisnike shpenzonin më shumë kohë duke luftuar me njëra tjetrën për të drejtat e kullotave dhe kufit e lumeve se sa shqetësoheshin për turqit. Ato ishin krenar, kokfort dhe thellësisht të dyshim ndaj të huajve. Dhe për ta Skënderbeu ishte i huaji i fundit. Po, ai kishte gjakun e kastriotëve, por duke si turk, vishej me mëndafsh osman, luftonte me jaganin e lakuar, mbante erë si armiku. Për zotërik vendas, ai nuk ishte një shpëtimtar, ishte një person i rrezikshëm, një njeri që kishte ngrënë për 20 vjet me djallin. Skënderbeu e dinte se nuk mund t'i urdhëronte këta njerëz, ai duhet t'i bënte për vete. Nuk mund t'i pushtonte, duhet t'i bashkonte. Me 2 mars 1444, ai kreu lëvizjen e tij të dytë gjeniale. Ai ftoi çdo princ të rëndësishëm shqiptar në qytetin e Lezhës. E zgjodhi këtë vend me kujdes. Lezhë kontrollohej nga Republika e Venecias, një terren neutral ku asnjë feudal i vetëm nuk kishte pushtet. Ishte një hapësirë diplomatike e sigurt. Imagjinoni skenën brenda katedrales së Shën Kollit. Ajri ishte i rënduar nga tensioni. Zotërit mërriten me troprojet e tyre personale, duart e dorezat e shpatave, duke parë njëri tjetrin me mëritë akumuluar ndër shekuj. Ato prisnin që Skënderbeu të kërkonte nënshtrimin e tyre, prisnin që ai të përdorte kurorin e një mreti, por Skënderbeu bëri diçka të papritur. Ai nuk kërkoi tokën e tyre, nuk kërkoi taksat e tyre, ai doli para tyre si një njeri që lidhte 2 botë dhe nuk foli për sundim, por për mbijetesë. Ai u tregoi atyre se çfarë po vinte, përshkroi trupat e jeniçerëve, trenat e artillerisë, shkallën e tmerrshme osmane që po marshonte drejt loginave të tyre. Ai i bëri ata të kuptonin se grindjet e tyre të vogla për delet dhe fshatrat ishin të parëndësishme përballë një ngjarje të nivelit të zhdukjes. Ai deklaroi famshëm lirinë nuk u asolla unë, por e gjeta këtu mes jush. Ishte një kthes brillante psikologjike. Ai e kornizoi luftën jo si rebelimin e tij personal, por si mbrojtjen e tyre kolektive. Rezultati ishte formimi i Beslidhjes së Lezhës. Ishte një aleancë ushtarake, hera e parë në historinë e Shqipërisë që këto klane malsore ranë dakord të luftonin në një flamur të vetëm. Ato votuan Skënderbeun si kapitenin e tyre të përgjithshëm, kryekomandantin. Ranë dakord të kontribonin me njerëz dhe para, por ruajten autonominë e tyre. Ishte një koalicion i brisht i mbajtur nga karizma e një njeriu dhe hija kërcënuese e perandorisë osmane. Tani Skënderbeu kishte një ushtri, por ishte e vogël. Edhe me forcat e kombinuara të Beslidhjes, ai mund të mbledhte mbase 15.000 deri në 18.000 burra. Osmanet mund të nxirrin në ushtri për 100.000 vetash. Në një luftë konvencionale, në një fushë të hapur, shqiptarët do të asgjësoheshin brenda një ore. Kështu, Skënderbeu rishikoi rregullat e betejës. Ai pa hartën e Shqipërisë, majet të dëmzuara gëlqërore, qafat e ngushta malore, pyjet e dendura dhe lomet e furishëm. Ai e kuptoi se vetë kjo tokë ishte ushtari i tij më i mirë. E ktheu grupin e tij të larmishëm të fermerëve dhe të malsorëve në një forcë guerrile të shpejtësisë së lartë. I zhveshin nga armaturat e rënda, i mësoi të godisnin shpejt dhe të zhdukeshin përpara se armiku të kundërsulmonte. Ai përdori stratiotet, kalorësinë e lehtë që kaloronte pa yzëngji, të aftë të përshkronin stigjet e dhive që do të thyenin këmbët kuajve të luftës osmane. Ai krijoi një rrjet zjarresh sinjalizuese nëpër majat e maleve, krijoi një sistem komunikimi më të shpejtë se çdo kalorës. Nëse një kolon osmane hynte në një login, Skënderbeu e merrte vesh përpara se ata të ngrinin kampin. Ai e ktheu gjeografinë në armë dhe planifikoi ta gjakoste perandorinë jo në një betejë të madhe, por në 1000 prerje të vogla. Por koha e stërvitjes ishte e shkurtër. Në qershor të 1444, testi i parë erdhi. Sultan Murati II dërgoi Ali Pashën, një nga komandantët e tij më me përvojë, me një forcë për 25.000 vetash. Urdhrat e tyre ishin të thjeshtë: shtypni rebelimin në djep dhe sillni kokën e tradhtarit Skënderbe.
Ali Pasha marshoi me ushtrinë e tij në loginin e Drinit Zi. Ishte i bindur që do përballej me një ushtri fshatarësh të udhëhequr nga një renegat. Ai priste që shqiptarët të fshiheshin pas mureve të kështjellave të tyre, por Skënderbeu nuk u fsheh. Ai ngriti kurthin. Kjo ishte betejë e Torvjollit. Skënderbeu e joshi Ali Pashën në një loginë të ngushtë të rrethuar me shpatët të pisura pyjore. Osmanët pa një forcë të vogël shqiptarësh që bllokonte rrugën dhe u hodhën përpara duke ndjerë një fitore të lehtë. Por nuk pan mira burra që Skënderbeu kishte fshehur në pyjet në të dyja anët e loginës. Kur Osmanët ishin futur plotësisht në loginën e vdekjes, Skënderbeu dha shenjë. Pyet shpërthyen, harktarët dhe këmbësorët u hodhën poshtë shpatëve duke goditur krahët Osman si një rreshqitje dheu. Në të njëjtën kohë, forca bllokuese që po tërhiqej u kthye dhe e kundërsulmoi. Ishte një rrethim klasik i dyfisht i ekzekutuar në përsosmëri. Ushtria osmane superiore në numër dhe pajisje u shpërbë në panik. Ata nuk mund të manovronin, topat e tyre ishin të padobishme në baltë dhe kaos. Ali Pasha mezi shpëtoi me jetë. Deri në perëndim të diellit, mijëra ushtarë osman mbetën të vdekur në login. Lajmi bëri bujë në marë Evropën. Një forcë e vogël rebele jo vetëm që kishte mbijetuar, por kishte asgjësuar një ushtri perandorake osmane në një fushë të hapur. Në Rom, Venecia dhe Napoli, mbretërit dhe papet u mahnitën dhe e morën seriozisht atë që po ndodhte në Shqipëri. Generali tradhtar kishte derdhur gjakun e parë, por Skënderbeu nuk festoi. Ndërsa njerëzit e tij festonin dhe plaçkitën kampin osman, ai shihte trupat e jeniçerëve, njerëzit me të cilët dikur mbasi ishte servitor, e dinte se kjo ishte thjesht një patrullë zbulimi. Ishte i vetëdijshëm gjithashtu se sapo kishte goditur një luan që po flinte. Sultani nuk do të dërgonte një guvernator herën tjetër, do të vinte vetë dhe do të sillte ferrin me vete. Pushtrimi i Torvjollit jo vetëm që e zemroi Sultan Muratin e dytë, ja thërmoi zemrën. Djaloshi që kishte rritur, ushtari që kishte servitur, kishte përdorur taktikat osmane për të masakruar bijt osman. Sultani kuptoi se dërgimi i guvernatorëve dhe pashallarëve nuk mjaftonte. Nëse dëshiron të vrasësh një dragua, nuk dërgon një shërptor, shkon vetë. Në pranverën e vitit 1450, toka në Shqipëri filli të drilli. Nuk ishte tërmet, ishin hapat e 100.000 ushtarëve. Sultan Murati II marshoi drejt Krujës me ushtrinë më të madhe që Ballkani kishte parë ndonjëherë. Ai solli me vete jeniçerët elit, kalorsinë e spahive dhe një armë të retë me ruse që po ndryshonte fytyrën e luftës. Topa masiv bronzi të derdhur në punishtet e Edimes, të krijuar për të bërë pluhur gurin mesjetar. Skënderbeu e shihte këtë dallg qeliku që afroi nga majat e maleve. Ai e dinte se matematika ishte e pamundur, kishte më pak se 18.000 burra në total. Nëse do të tentonte të përballej me sultanin në fushë të hapur, ushtria e tij do të shkërmoqej. Nëse do t'i mbyllte të gjithë brenda kështjellës, do të vdisnin nga uria ose do të varroseshin në rënoja. Kështu Skënderbeu bëri të paimagjinueshme. I ndau forcat e tij. La një garnizon prej vetëm 1500 burrash brenda kalas së Krujës nën komandën e togerit të tij më të besuar, Kontit Vrana. Ai i dha Vranës një urdhër thjesht e rënqethës: mbroj muret derisa të vdisni. Unë do të bëj pjesën tjetër. Më pas Skënderbeu mori pjesën tjetër të burrave dhe u zhduk në pyje. Ai e la kryeqytetin e tij në duke të pambrojtur përveç atij grupit vogël brenda. Kur mbriti Sultan Murati, ai ngriti një qytet me çadra rreth kalas. Rrethimi filloi me një bombardim bubullues. Ditë pas dite, mjetet osmane të hedhjes së gurve dhe topat godisnin muret e Krujës. Zhurma ishte shurdhuese, një torturë e vazhdueshme psikologjike për njerëzit brenda. Por Konti Vrana qëndroi pal kundër. Muret e Krujës ishin ndërtuar mbi shkëmbit të gjallë të malit. Ata ishin kokfort ashtu si mbrojtësit e tyre. Murati II provoi gjithçka, tentoi të sulmonte muret me valë këmbësorie, por rruga e ngushtë drejt kalas bëri që numrat e tij të mos kishin vlerë. Njerëzit u bllokuan dhe u masakruan nga shigjetat dhe vaji i valuar. Atëherë sultani provoi rishfetin. I dërgoi një lajmtar Kontit Vrana duke i ofruar 300.000 aspra, një pasuri që mund të blinte një mbretëri nëse ai thjesht do të hapte portat. Vrana jo vetëm që refuzoi, por i tha sultanit se më mirë do të hante gurit e kalas sesa të tradhtonte komandantin e tij. Por makthi i vërtet për osmanit nuk ishte kalaja para tyre, ishte fantazma pas tyre. Skënderbeu po ekzekutonte një strategji të luftës totale psikologjike. Ai dhe kalorësia e tij e lehtë fshiheshin në pyje të dendur rreth kampit osman. Ata nuk po bënin një betejë, ato po shkaktonin një makth.
Çdo natë, sapo ushtarët osmanë zinte gjumi, Skënderbeu sulmonte. Ai krynte sulme të rrëfeshme në skajet e kampit, duke u vënë zjarrin çadrave, duke prerë linjat e furnizimit, duke vrarë rojet dhe duke lëshuar klithma luftet me ruse përpara se të zhdukej sërish në errësirë. Osmanët nuk mund të flinin, nuk mund kërkonin ushqim sepse njerëzit e Skënderbeut i zinin prit grupeve të tyre të zbulimit. Gjahtari u bë preja. Rrethuesit u rrethuan vetë. Sultan Murati II u bllokua në një ferr të gjatë. Po humbiste mira burra nga smundjet, uria dhe sulmet e tmerrshme të natës. Ishte plak, i lodhur dhe i smur duke parë ushtrinë e tij të pamposhtër, duke u kalbur ngadalë në hijen e një kalaje që nuk binte. Ai kishte nënvlerësuar gjën e vetme që nuk mund të vriste, besnikrin që frymëzonte Skënderbeu. Në tetor të vitit 1450, dëbora dimrit po afroi. Linjat e furnizimit osman u shkatruan. Kampi ishte një varrezë dizenterie dhe morali i ishte i ulët. Murati II, njeriu që kishte shtypur kryqëzatat dhe kishte ndërtuar një perandori, duhej ta pranonte humbin. Ai pa lart flamurin sfidues të shqiponjës me 2 krerë që valvitej mbi kruj dhe dha urdhrin për të mbledhur dhe nisi marshimin e gjatë edhe të turpshëm drejt Edimes në Turqi. Nuk e mori veten kurrë. Turpi dhe lodhja rrethimit të kryes e shkatruan. Brenda pak muajsh, Sultan Murati II vdiq. Lajmi elektrizoi Evropën. Një rebelim i vogël shqiptar jo vetëm që kishte mbijetuar, por kishte thyer vullnetin e vet sultanit. Skënderbeu u shpall si kampion i Krishtit nga papa. Oborret e Napolit, Venecias dhe Hungarisë ngritën dolli për emrin e tij. Por në malet e Shqipërisë, Skënderbeu nuk festoi. Ai dinte diçka që pjesa tjetër e botës e injoronte. Murati kishte vdekur, por vdekja e tij nënkuptonte ngritjen e djalit të tij. Sultani i ri ishte një djalë i ri i quajtur Mehmeti II. Historia do ta njihte si pushtuesi, dhe ndryshe nga babai i tij, Mehmeti nuk donte thjesht ta mposhte Skënderbeun, ai donte ta fshinte atë. Mehmeti ishte rritur në të njëjtin obor me Skënderbeun. Ata njiheshin me njëri tjetrin dhe kjo lidhje personale do ta kthente këtë luftë në një duel urrëtie që do t'i konsumonte të dy. Skënderbeu kishte fituar raundin, por Këmbana sapo kishte rënë për ngjarjen kryesore. Thonë se thika më e mpret është ajo që mban një mik. Skënderbeu i kishte mbijetuar topave të sultanit, sulmeve të jeniçerëve dhe vrasësve natën. Por në vitin 1455 ai u përball me një kërcënim që asnjë armaturë nuk mund ta ndalte, tradhtin nga brenda. Për të kuptuar peshën e këtij momenti, duhet të takojmë Mojsi Golemin. Mojsiu nuk ishte thjesht një kapiten. Ai ishte dora e djathtë e Skënderbeut. Ishte komandanti më i mirë në beslidhjen e Lezhës, një burr që kishte kaleruar krah për krah me Skënderbeun nëpër zjarret e Torvjollit dhe të Krujës. Ai ishte i vetmi njeri që Skënderbeu besonte mjaftueshëm për të udhëhequr ushtritë pa avarë. Në sy të ushtarëve, nëse Skënderbeu ishte zoti i luftës, Mojsiu ishte kryeprifti i tij. Por sultani i ri, Mehmeti II, ishte një njohës i mirë i natyrës njerëzore. Ai e dinte se nuk mund ta mposhte Skënderbeun në fushën e betejës, të paktën jo ende. Kështu që hapi thesarin e tij, i dërgoi agent Mojsiut me një propozim joshës e thjeshtë. Pse ti shërbesh një princ i rebel në një shkretëtirë shkëmbore kur mund të sundosh mbretëri për perandorin e botës? Nuk e dim saktësisht se çfarë e theu Mojsiun. Mbasi ishte xhelozia për famën e Skënderbeut, mbasi ishte lodhja nga një luftë që dukej e pafund, ose mbasi ishte thjesht lakmia. Cila do qoftë arsyeja, Mojsiu Golemi bëri të paimagjinueshme. Ai dezertoi. Kaleroi drejt Stambollit, i puthi dorën Mehmetit II dhe pranoi komandën i ushtrisë osmane. Imagjinoni tronditin që përfshiu Shqipërinë. Nuk ishte thjesht një dezertim, ishte një divorc. Ushtarët ishin të demoralizuar. Nëse Mojsiu, më trimi ndër ta, nuk besonte që mund të fitonin, kush mundej atëherë? Mehmeti II nuk humbi kohë. Ai dërgoi Mojsiun mbrapsht në Shqipëri. Këtë herë në krye të 15.000 trupave osmane. Misioni ishte psikologjik, po aq sa ishte ushtarak. Mojsiu duhet të përdorte njohuritë e tij intime të taktikave të Skënderbeut për ta shkatruar atë. Ishte testi suprem, mësuesi kundër nxënësit. Dy ushtrit u takuan në betejën e Otonetës. Mojsiu ishte i bindur, e njihte strategjinë e Skënderbeut, e njihte se si Skënderbeu përdorte terrenin, si i llogariste sulmet e kalorësisë. Mojsiu i vendosi trupat e tij osmane për t'u kundërvënë çdo lëvizje tipike të Skënderbeut. Por ai harroi një gjë. Edhe Skënderbeu e dinte se Mojsiu e njihte. Prandaj Skënderbeu nuk bëri betejën që priste Mojsiu. Ai ndryshoi ritmin.
e mbajti kalorësinë pas dhe ushtir si i dobët. E la Mojsiun të mendonte se po ja kalonte me mençuri, dhe kur Mojsiu i angazhoi forcat e tij për goditjen përfundimtare, Skënderbeu zbuloi kurthin e tij. Nuk ishte një manovër komplekse, ishte një shfaqje e egërsisë së pastër dhe dërmuese që Mojsiu nuk e kishte llogaritur. Skënderbeu udhëhoqi sulmin vet duke qarë linjët osmane me një dhunë të tillë saqë ushtarët osman, pavarësisht numrit të tyre, u larguan nga paniku. Mojsiu u pushtërua. Ushtria e tij u shpërnda. Ai shpëtoi nga thertorja duke u arratisur drejt oborrit osman. Por në Stamboll dështimi nuk ishte opsion. Mehmeti II e pa komandantin e mundur me mospërfillje. Mojsiu kuptoi se ishte një njeri i vdekur që ende ecte. Kishte tradhtuar vllain e tij për një front dhe tani nuk kishte asgjë. I dërmuar, i varfër dhe i tmerruar, Mojsiu mori një vendim që ishte më i rrezikshëm se betejë. U kthye në kampin e Skënderbeut. Mriti natën i parë matosur me një litar rreth qafës, një simbol i nënshtrimit total. U holl te këmbët e Skënderbeut para gjithë ushtrisë. Ushtarët vështronin në heshtje, duart e dorezat e shpatave, prisnin një prerje koke. Në kodin mesjetar të luftës, tradhtia ishte i vetmi mëkat i pafalshëm. Ekzekutimi jo vetëm që priti, por kërkoi për të ruajtur disiplinën. Skënderbeu pa poshtë njeriu që ishte përpjekur ta vriste, pa frikën në sytë e Mojsiut, pa pendimin, dhe më pas Skënderbeu bëri diçka që mahniti Ballkanin më shumë se çdo fitore ushtarake. Ai nuk nxori shpaten, u ul, hoqi litarin nga qafa e Mojsiut dhe e ngriti në këmbë. E përqafoi, e puthi në të dyja faqet dhe i ktheu gradën dhe titujt e tij. Ai na vlen më shumë i gjallë dhe i penduar se sa i vdekur dhe i harruar. Thuhet se u tha Skënderbeu oficerëve të tij të tronditur. Ishte një rrezik me përmasat e çmendura, por u shpërblye. Mojsi Golemi i shërbeu Skënderbeut me besnikëri fanatike për pjesën tjetër të jetës së tij, duke vdekur përfundimisht ndërsa mbrohej lidhja. Por më e rëndësishmja, ky akt mëshire i dërgoi një mesazh çdo ushtari në ushtrinë shqiptare. U tregoi atyre se po luftonin për diçka ndryshe. Nuk po luftonin për një tiran që sundonte përmes frikës si sultani, po luftonin për një udhëheqës që i vlerësonte jetët e tyre më shumë se krenaria e tij. Në një botë mizorie, Skënderbeu e ktheu mëshirën në armë dhe ajo besnikëri do të ishte e vetmja gjë që do t'i mbante ngjallë në makthin që pritet të ndodhte. Sepse Mehmeti II po vinte për të përfunduar atë që babai i tij nisi. Deri në vitin 1457 bota kishte ndryshuar, e pa imagjinueshme kishte ndodhur. Konstantinopoja kishte rënë. Mehmeti II nuk ishte më thjesht një sultan, ai ishte një Kaiser në Rum, Cezari i Romës, pushtuesi i botës. Perandoria bizantine ishte në hij. Mesazhi psikologjik për Europën ishte i qartë, rezistenca është e kotë. Por në malet e Shqipërisë, rezistenca jo vetëm që ishte gjallë, por po i hante shpirtin pushtuesit. Mehmeti kuptoi se Skënderbeu ishte më shumë se një shqetësim. Ai ishte një simbol. Për sa kohë që Skënderbeu merrte frym, miti i pathyeshmërisë osmane ishte i thyrë. Mehmeti nuk donte thjesht ta mposhte Skënderbeun, ai donte ta fshinte nga historia. Këtë herë Mehmeti nuk dërgoi thjesht një ushtri, ai dërgoi një tinzar. Ai ja besoi forcën pushtuese Isak Bey Evrenozit, një veterani me përvojë, por rreziku i vërtet nuk ishte generali, ishte këshilltari i tij. Duke kaluar kraj Isak Beut ishte Hamza Kastrioti. Hamza ishte nipi i vet Skënderbeut, ishte gjaku i tij, kishte lindur dhe ishte rritur në këtë luftra duke kaluar krah xhaxhait e tij. Ai njihte çdo qafë mali, çdo vend prite dhe çdo kod zjarri sinjalizues. Por Hamza ishte pushtuar nga një ambicie helmuese. Ai besonte se ai duhet të ishte mbreti i Shqipërisë, jo xhaxhai i tij. Ndryshe nga Mojsi Golemi, tradhtia e cilit ishte nga frika, tradhtia e Hamzait lindi nga një urrëtie e pastër dhe e ftohtë. Ai i premtoi sultanit se do t'i dorëzonte kokën e Skënderbeut në një pjatë. Ushtria osmane 80.000 veta e fortë u derdh në luginën e lumit madh. Marshuan drejt fushave të Albulenës, prisnin që Skënderbeu të sulmonte, prisnin taktikat e goditjes dhe arratisjes, sulmet e natës, shigjetat e papritura nga linjat e pemëve, por nuk gjetën asgjë. Skënderbeu ishte zhdukur, ushtria e tij ishte avulluar, fshatrat ishin bosh, zjarret sinjalizues ishin të ftohtë, zërat filluan të qarkullonin. Spionët raportonin se Skënderbeu ishte thyrë përfundimisht, se ushtarët e kishin braktisur dhe ai kishte ikur drejt veriut në Venecia i turpuruar. Isak Beu dhe Hamza u pritin. Kaloi një javë, 2 javë, ende asgjë. Tensioni në kampin osman filloi të ulej.
Ato besonin se lufta mbaroi pa u shkrepur asnjë shigjet. Besonin se Dragoi kishte humbur përfundimisht dhëmbët e tij. Disiplina e kampit osman u shpërbë. Oficerët ndaluan caktimin e rojeve të forta. Ushtarët i kalonin ditët duke pushuar, duke festuar dhe duke i shpëtuar vapës brutale të verës. Hamza Kastrioti, arrogant dhe triumfues, e siguroi komandantin osman se xhaxhai i tij kishte mbaruar. Ishte vera vitit 1457. Vapa ishte mbytse. Me 2 shtator, dielli po diqte direkt mbi kokat e tyre. Kampi osman ishte në gjumë. Ishte ora e pushimit të drekës. Pse të rrish roje kur armiku ka ikur nga vendi? Por Skënderbeu nuk ishte ikur. Për javë të tëra, ai kishte fshehur të gjithë ushtrinë e tij për 20.000 vetësh në pyjet e dendura të malit turmenisht, duke parë fushën poshtë. Ato kishin jetuar në heshtje, pa zjarre, pa biseda, thjesht duke pritur, duke parë armikun teksa bëhej rahat, duke i parë teksa bëheshin përtac. Skënderbeu po priste këndin perfekt të diellit. Priti derisa vapa ishte në kulmin e saj, kur armiku do të ishte letargjik. Në mesditë ai dha shenjën. Nuk ishte një betejë, ishte një ekzekutim. Shqiptarët u derdhën nga linjat e pemëve si një turm e paorganizuar, por në 3 kolona të disiplinuara. Ata nuk u lëritën derisa ishin fiks mbi çadrat. Zhurma e mira thundrave që bubullonin poshtë malit duhet të ketë ngjarë si apokalipsi i turqëve që po flinin. Kaosi ishte absolut. Ushtarët osman u zgjuan dhe gjetën shpatat shqiptare në fytyrat e tyre. Nuk mundën të organizoheshin, nuk mund të arrinin të kuajt e tyre. Struktura e komandës së Isak Beut u shem në sekonda. Hamza Kastrioti u përpoq të mbledhte trupat, por ishte si të përpiqeshe të ndaloje një tsunami me një kovë. Beteja e Albulenes ishte kryevepra e Skënderbeut. Ishte fitoria më e plotë e karrierës së tij. Diku rreth 15.000 deri në 30.000 ushtarë osman u vran ose u kapën brenda pak orësh. Fusha ishte aq e mbushur me trupa sa që lumi rrodhi kuq. Dhe në mes të kësaj masakre, Skënderbeu gjeti atë që po kërkonte. Njerëzit e tij e kapën Hamza Kastriotin të gjallë. Takimi midis Xhaxhait dhe Nipit ishte shumë ndryshe nga takimi me Mojsiun. Nuk pati puthi, as lot falje. Skënderbeu e pati riun që kishte shitur familjen e tij për pushtet. Hamzau nuk u ekzekutua. Kjo do të ishte shumë e lehtë. Ai u burgos dhe përfundimisht u dërgua në Napoli për t'u kalbur në një biruc larg vendit që donte ta sundonte. Skënderbeu kishte fshirë një tjetër ushtri perandorake. Kishte qenë më i mençur se vetë gjaku i tij. Fitoria në Albulen bëri një jehon në mbar krishterimin. Papa e quajti atë Atleta Kristi, atleti i Krishtit. Por ndërsa Skënderbeu fshinte gjakun me tehun e tij, e dinte se kjo fitore kishte një çmim. Ai kishte pushtruar Mehmet Pushtusin dhe Mehmeti nuk ishte një burr që e falte pushtrimin. Sultani kishte mbaruar punë me Zevencit, do të vinte vetë dhe do të sillte ferrin me vete. Deri në vitin 1461 bota kishte ndryshuar. Skënderbeu kishte arritur të paimagjinueshmin, kishte siguruar kufit e tij. Ushtrit osmane, duke lëpirë plagët e tyre pas katastrofës në Albulen, kishin ndaluar përkohësisht pushtimin e tyre. Për herë të parë në gati 20 vjet, luginat e Shqipërisë ishin të qeta. Shumica e burrave do ta kishin përdorur këtë kohë për të pushuar, për të rindërtuar, për të marrë frymë. Por Skënderbeu bëri valigjet, po shkonte sërish në luftë. Por këtë herë nuk po luftonte për tokën e tij, po luftonte për nderin e tij. Vite më parë, mbreti Alfonso i Napolit kishte qenë i vetmi aleat i besueshëm i Skënderbeut, duke dërguar drithë dhe furnizime kur pjesa tjetër e Evropës i dërgonte vetëm mendime dhe lutje. Tani Alfonso kishte vdekur dhe djali i tij, mbreti Ferdinand, ishte rrethuar nga armiq. Shtëpia franceze e Anjous po e shqynte mbretërinë në Napolit dhe Ferdinandi ishte në prag të humbjes së kurorës. Ai dërgoi një lutje dëshpëruese për te Adriatikut. Jam i rrethuar, vetëm ti mund të më shpëtosh. Skënderbeu nuk hezitoi. Në botën mesjetare, betimi ishte një lidhje gjaku. Ai mblodhi 3.000 nga burrat e tij më të mirë dhe lundroi drejt Italisë. Mbërritja e Skënderbeut në Itali ishte si një ujk që hyn në një ekspozit qenësh. Luftrat italiane të shekullit të 15 ishin shpesh ngjarje rituale, manovrat ngadalta, armatura të rënda, rrëthime të sjellshme dhe betejë ku kalorësit kapeshin për rryshfet më shumë se sa vriteshin. Ishte një lojë zotrinsh e luajtur nga mercenarë që donin të paguheshin, jo të vdisnin. Pastaj erdhën shqiptarët. Njerëzit e Skënderbeut, të njohur si stratiot, ishin një tronditje për sistemin italian.
Ato nuk mbanin armatura të rënda, mbanin këmisha prej rrath metalik ose lkurë të forcuar. Nuk kaleronin kuaj të rënd, kaleronin kuaj mali të shpejt e të shkath dhe nuk luanin sipas rregullave. Kur kalorësia e rënd franceze sulmoi, duke pritur një përplasje heshtash, shqiptarët thjesht u shpërndan, u sollën rrotull dhe sulmuan krahët e pasëm të cënueshëm me një shpejtësi tmerruese. Ndikimi psikologjik ishte shkatërrues. Francezët dhe aleatët e tyre italian ishin të tmerruar nga këto djem që lëviznin si tymi dhe godisnin si në përka. Reputacioni i Skënderbeut e kishte paraprirë. Ky ishte njeriu që ndaloi perandorinë osmane. Vetëm pamja e flamurit të tij në fushë shpesh mjaftonte për të thyrë moralin e armikut. Në betejën e Barletës, Skënderbeu praktikisht shpëtoi mbretërimin e mbretit Ferdinand. Ai theu rrethimin, dërmoi rivalit francez dhe siguroi fronin për aleatin e tij. Ai u nderua në uborret e Napolit, i dhan tituj, tokë dhe një pension të lavdishëm. Mund kishte qëndruar, mund të ishte tërhequr në një vilë italiane, duke pirë verë dhe duke jetuar ditët e tij si një duk i pasur larg gjakut dhe dëborës së Ballkanit, por nuk e bëri. Sa po puna mbaroi, ai pa nga linja për të detit. E dinte se heshtja nga Osmanit ishte një mashtrim. E dinte se stuhia po mlidhej sërish. U kthye në Shqipëri në vitin 1462, fiks në kohë. Por këtë herë shpresonte se nuk do të luftonte i vetëm. Papa i ri, Piu i dytë, ishte një njeri brillant dhe ambicioz. Ai ishte një nga të paktët udhëheqës evropian që e kuptonte vërtet kërcënimin osman. Ai nuk donte thjesht të mbrohej, donte të sulmonte. Kështu ai deklaroi një kryqëzatë të re. Plani i tij ishte madhështor. Një koalicion masiv i krishterë do të mblidhej në Ancona, do të lundronte përtej Adriatikut dhe do të bashkohej me ushtrinë e Skënderbeut dhe do të marshonte deri në Konstantinopoj për t'i dëbuar turqit nga Evropa përgjithmonë. Skënderbeu u emërua komandant i përgjithshëm i forcave të Selisë së Shenjtë. Për një moment të shkurtër e të shndritshëm, dukej sikur ndihma për të cilën Skënderbeu ishte lutur po vinte më në fund. Ai mobilizoi të gjithë kombin e tij, përgatiti portet detare, priti, por kryqëzata ishte një tragjedi gabimesh. Monarkët evropian ishin shumë të zënë duke luftuar me njëri tjetrin për të dërguar trupa. Mercenarët që mbritën në Ancona ishin të padisiplinuar dhe keq të pajisur, dhe më pas goditja përfundimtare. Papa Piu i dytë vdiq pa pritur në Ancona në gusht të vitit 1464. Me vdekjen e papës, kryqëzata u avullua. Anijet u kthyen mbrapsht. Mercenarët shkuan në shtëpi. Thesari u mbyll. Skënderbeu qëndroi në brigjet e Durrësit duke parë një det bosh. Ajo që ai kuptoi ishte tmerrsisht e hidhur. Askush nuk po vinte. Nuk do kishte flotë madhe, as ushtri kalorësish, as shpëtim nga perëndimi. Evropa ishte e lumtur ta lavdëronte atë si mburojën e saj, por nuk do qëndronte krah tij në mbrojtje. Ishte i vetëm dhe më e keqja nuk kishte ardhur ende. Mehmeti II kishte përfunduar pushtimet e tij të tjera. Kishte zgjeruar perandorinë e tij në Trebizond, në Bosnjën. Tani ai ktheu vështrimin e tij të palëkundur tek ai shkëmb i vetëm i dhëmzuar që ende refuzonte të fundosej. Kishte mbaruar punë me generalet, kishte mbaruar punë me zëvendësit. Në pranverën e vitit 1466, toka u droll edhe një herë. Të herë nuk ishte thjesht një ushtri, ishte një forcë shfarosëse dhe duke marshuar në krye në standardet e arta të profetit, ishte vetë pushtuesi. Në verën e vitit 1466, dielli u bllokua, jo nga ret, por nga pluhuri. Sultan Mehmeti, njeriu që kishte thyer muret e Konstantinopojës dhe i kishte dhënë fund perandorisë romake, po marshonte në Shqipëri. Ai solli me vete një ushtri prej 150.000 vetash. Për ta vënë në perspektivë, e gjithë popullsia e Shqipërisë në atë kohë ishte me gjas më e vogël se ushtria që po vinte t'i vriste. Kjo nuk ishte një fushat ushtarake, ishte një qytet lëvizës prej qeliku, zjarri dhe tërbimi. Mehmeti nuk donte thjesht ta mposhte Skënderbeun, donte të zgjidhte një enigmë psikologjike. Ishte rritur duke dëgjuar histori për Iskenderin, kishte studiuar taktikat e tij. Në shumë mënyra Skënderbeu ishte i vetmi njeri i gjallë që Mehmeti respektonte, dhe kjo ishte pikërisht arsyeja pse ai duhej të vdiste. Nuk mund të kishte dy diej në qiell. Skënderbeu e dinte se nuk mund ta ndalte këtë dallg tsunami. Kështu, nëse do t'i rreshtonte 15.000 burrat e tij për një luftë barabartë, do të ishin të vdekur në 10 minuta. Kështu, ai mori një vendim që vetëm udhëheqësit më të rrep mund ta marrin. Ai deklaroi politikën e tokës së djegur, urdhroi evakuimin e ulësirave, por nuk i zhvendosi thjesht njerëzit.
Ai i shkatroi tokën. Ushtarët e tij dogjën fushat e tyre të arta të grurit, theren baktinë e tyre që nuk mund të zhvendosi, helmuan puset e tyre. Kur ushtria osmane mriti, nuk gjeti një tokë me qumësh dhe mjalt për ta plaçkitur. Gjeti një shkretëtir, hiri dhe heshtje. Mehmeti marshoi me ushtrinë e tij masive nëpër një tokë që i ngjante një varrezë të pafundme. Po si do mund të ushqejë ushtria e sultanit? Uria filloi të grynte trupat e tij përpara se të shkrepeshë gjeta e parë. Por Mehmeti nuk ishte si babai i tij. Ishte më i ftohtë, më i mprehtë dhe zotronte një vullnet të hekur. Ai avancoi drejt kryes. Për herë të dytë, kështjella e bardhë mbi shkëm u rrethua. Por këtë herë, Mehmeti solli topa që i bënin topat e babait e tij të dukeshin si lodra. Ai goditi muret ditën e natë. Garnizoni i udhëhequr nga trimi Tanush Topia rezistoi me dëshpërimin e njerëzve që e dinin se nuk do të kishte mëshirë. Jashtë mureve, Skënderbeu luajti lojën e tij të njohur vdekjepuese. Ai goditi nga malet duke goditur karavanet osmanit furnizimit, duke tmerruar kampet e tyre natën. Por Mehmeti ishte i përgatitur. Ai ndërtoi linjat fortifikuara rreth kampit të tij për të mbajtur Skënderbeun jashtë. Refuzoi të joshej për t'i ndjekur shqiptarët në përpyje. Ishte një ngërç titanesh. I frustruar nga sfidat e kryes, Mehmeti kërkoi një objektiv më të butë për të shfryrë tërbimin e tij. Ai ktheu syt drejt kështjellës së Kidnës. Kidna nuk ishte kryja, ishte një pikë më e vogël që mbronte popullatën lokale, gratë, fëmijët dhe të moshurat që nuk mundën të iknin. Mbrojtësit e Kidnës rezistuan me trimëri, por mbeten pa ujë. Duke vdekur nga etja, ato negociuan një dorëzim. Mehmeti u ofroi atyre një zotim të shenjtë. Nëse hapnin portat, do të kurseheshin. Ata i hapën portat. Ajo që pasoi ishte një nga kapitujt më të zi në historinë e Ballkanit. Mehmet Pushtusi, padroni i sofistikuar i arteve, njeriu që fliste 6 gjuhë, e theu fjalën e tij. Ai urdhroi masakrën e gjithë popullatës së Kidnës. Nuk ishte thjesht një vrasje, ishte një mesazh. Ushtarëve u pren kokat, komandantët u rropen të gjallë, gratë dhe fëmijët u skllavëruan dhe u masakruan. Mehmeti donte që Skënderbeu ta shihte këtë. Ai donte të u lirinte me gjak. Ky është çmimi i rezistencës tuaj. Ju nuk mund t'i shpëtoni ata. Ishte një moment i pastër të merri psikologjik. Skënderbeu, duke vështruar nga malet, duhet ketë ndjerë një peshë dërmuese. Çdo ditë që ai luftonte, njerëzit e tij vunin. Politika e tokës së djegur po i linte Osmanit pa ushqim, por po linte pa ushqim edhe njerëzit e tij. Masakra në Kidnë tregoi se Mehmeti ishte i gatshëm të shpopullonte të gjithë vendin për të fituar. Por edhe Mehmeti kishte një problem. Dimri po vinte. Pavarësisht merrit në Kidnë, kryja nuk binte. Taktikat e tokës së djegur po funksiononin. Ushtria osmane po vdiste nga dizenteria dhe uria. Kuajt po hanin levoret e pemëve. Pushtusi i fuqishëm kuptoi se ishte bllokuar në të njëjtën baltë që kishte zënë baban e tij. Në një shpërthim të tërbuar pragmatik, Mehmeti II bëri një tërheqje strategjike. Nuk mund të qëndronte në Shqipëri për dimër, por nuk u largua me duar bosh. Përpara se të ikte, urdhroi ndërtimin një kështjelle të re në qendër të Shqipërisë, fiks në zemër të Loginës. Ai e ndërtoi atë në 25 ditë, duke përdorur forcën masive të punës së ushtrisë së tij. E quajti atë Elbasan, kështjella që dominon. Kjo ishte dhurata e fundit e Mehmetit. Ai nuk mundi ta pushtonte Skënderbeun në një verë, kështu që do ta përmbysë atë ngadalë. Elbasani do të shërbente si një bazë përhershme osmane, një thik e mbajtur vazhdimisht në fytyn e Shqipërisë. Mehmeti marshoi mbrapsht drejt Stambollit duke pretenduar fitoren, sepse kishte ndërtuar një kala dhe kishte masakruar një fshat. Por privatisht ai e dinte të vërtetën. Ai kishte sjell fuqinë e plotë të perandorisë osmane kundër një burri të plakur në një vend të thyer dhe kishte dështuar t'i thyente. Skënderbeu zbriti nga malet në një tokë të rënuar. Fushat ishin të zeza, fshatrat ishin bosh, kështjella e Elbasanit lartësohej në distancë një gur varri. Ai kishte fituar në fushën e betejës, por po humbte luftën e rrënimit. Vitet e luftës po linin gjurmë, mjekra e tij ishte e bardhë, trupi i tij ishte i mbushur me vraga, aleatët e tij ishin të vdekur ose larg. Dragoi ishte ende duke marrë frymë, por zjarri po zbehej dhe Mehmeti nuk kishte mbaruar. Ai do të kthehej. Do të kthehej derisa të mos kishte mbetur asgjë për të djegur. Deri në dimrin e vitit 1466, Skënderbeu ishte 62 vjeç. Në shekullin e 15 kjo moshë konsiderohej e lashtë. Shumica e burrave të moshës së tij ishin të vdekur ose të paaftë.
Skënderbeu ishte ende në shalë, duke mbajtur një armaturë që peshonte sa një fëmijë, duke luftuar një luftë që i kishte konsumuar të gjithë jetën e tij si i rritur. Por ai e dinte se fundi ishte afër, jo sepse kishte frikë nga Mehmeti, por sepse po shihte vendin e tij dhe e shihte duke u gjakosur. Politika e tokës së djegur i kishte shpëtuar nga pushtimi, por i kishte lënë njerëzit të uritur. Atij i duheshin para, i duheshin drith, i duheshin ushtar. Kështu luani plak bëri një udhtim të fundit. Nuk kaloroi drejt betejës, kaloroi drejt Romës. Imagjinoni skenën në Vatikan. Ishte Krishtlindja e vitit 1467. Kardinalet qëndronin me petkat e tyre prej kadifeve të rrethuar nga ari dhe mermeri i qytetit të shenjtë. Dhe në këtë sallë mallështore hyri Skënderbeu. Ai nuk dukej më si princ, duke si një general lupus. Manteli i tij ishte i rreckosur, fytyra e tij ishte një hard vragash dhe djegësh nga dielli. Ai qëndroi para Papa Palit II dhe princave të Europës dhe nuk u mburr me fitoret e tij, por ai u lut. U tha atyre se Shqipëria ishte diga që mbante oqeanin. U tha se nëse vendi i tij binte, Italia do të ishte rrallës. Kërkoi trupa, kërkoi një kryqëzat, mori duartrokitje bubulluese. Papa e quajti atë kampion të krishtërimit. I dhan një shpatë, i dhan një helmet, i dhan disa para mjaftueshëm për të paguar trupat e tij për pak muaj, por nuk i dhan një ushtri. Fuqitë evropiane ishin shumë të zëna duke u grindër për kufit e tyre të vegjël, për të shqetësuar për stuhin që po mblidhen në lindje. Skënderbeu u kthye në Shqipëri me zemër të rënduar. Ai e dinte me siguri absolute se ai ishte vetmja gjë që qëndronte midis njerëzve të tij dhe harresës. Në janar të 1468-s, ai thirrri mbledhjen e fundit të beslidhjes së Lezhës. Donte të planifikonte një ofensivë të re kundër kështjellës Osmanit të Elbasanit. Ai ende po planifikonte, ende po luftonte, ende po besonte se mund të fitonte. Por një vrasës më në fund kaloi mbrojtjen e tij. Nuk ishte një vrasës me pagesë apo një helm, ishte një mushkonj. Skënderbeu u smur nga malaria. Ethet e goditën fort duke djegur trupin të cilin shpatat dhe shigjetat nuk kishin mundur ta vrisnin për 25 vjet. Ai u dërgj në një krevat në Lezhë, në poet qytet ku kishte bashkuar fiset për herë të parë. Ndërsa po vdiste, u përhap një lajm se Osmanët po kalonin sërish kufirin. Një grup armiqsh po i afroi Shkodrës, madje edhe në shtratin e vdekjes, instikti i vjetër u zgjua. Legjenda thotë se Skënderbeu u përpoq të ngrihej duke kërkuar armaturën dhe kalin e tij. Ai donte të udhëhiqte sulmin për herë të fundit, por trupi nuk u bind. U rrëzua mrapsht në krevat. Oficerët e tij, njerëzit që e kishin ndjekur deri në ferr, qëndronin rreth krevatit duke qarë. Këta ishin burra që do të hidheshin përballë zjarrit të topit pa u menduar 2 herë. Por duke parë udhëheqjen e tyre të pamposhtur, duke u shuar ato u thyen. Skënderbeu i pa dhe dha urdhrat e tij të fundit. Nuk foli për hakmarrje, foli për bashkim. U tha atyre se nëse qëndronin bashk, nuk mund të thyesh. Bashkimi ishte lutja e tij e fundit. Me 17 janar 1468, Gjergj Kastrioti Skënderbeu vdiq. Momenti që zemra e tij ndaloi, një heshtje çuditshme rami Ballkan. Thuaj se vajtimi i ushtarëve të tij ishte aq i fortë sa mbulonte zhurmën e erës së dimrit. Ka një legjendë rrënqese për kalin e tij. Thonë se kali i bardhë i Skënderbeut, një kafshë që e kishte mbajtur në fitoret e tij më të mëdha, refuzoi të kalerohej nga dikush tjetër. Pasi Skënderbeu vdiq, kali u bë egër nga dhimbja duke refuzuar ushqimin dhe ujin derisa vdiq përfundimisht nga zemra thyrë. Pavarësisht nëse është e vërtet apo jo, historia tregon gjithçka që duhet të dini për lidhjen midis burrit dhe kalit të tij të luftës. Por reagimi më rrënqethës erdhi nga armiku. Kur lajmi mbriti në Stamboll, Sultan Mehmeti II nuk festoi, nuk organizoi festë, thuhet se qëndrojnë heshtje për një kohë gjatë. Më pas, ai pa këshilltarët e tij dhe tha një fjali që do të mbetet në histori. Azia dhe Evropa janë të mijat më në fund. Mirë krishtërimi, sepse kanë humbur shpatën dhe mburojën e tyre. Sultani e dinte se çfarë do të zbulonte Evropa. Dragoi kishte vdekur dhe tani uqrit do të vinin për të ushqyer. Skënderbeu kishte drejt. Bashkimi ishte vetmi mburoj që kishin dhe kur ai vdiq, muroja u thye. Pa karizmën e dragoit për t'i mbajtur bashk, beslidhja e Lezhës u shpërbë sërish në klane bisedash. Dugagjinasit luftuan me topijet luftuan me venecianët dhe duke parë nga linja Mehmet Pushtuesi buzëqeshi. Shahmati
ishte më në fund i dukshëm tabel. Sultani nuk nxitoi. Me metoda, ai i imposhti kështjellës shqiptare një nga një. Kruja, kështjella e bardhë që kishte sfiduar baban e tij dhe atë vet për dekada, ra në fund në vitin 1478. Mbrojtësit, të urritur dhe pa municion u dorëzuan me premtimin që jetët e tyre do kurseshin. Edhe një herë, Osmanit e thyen fjalën. Burrat u masakruan dhe gratë u dërguan në tregjet e skleverëve të Stambollit. Simboli i rezistencës u la me gjak. Por akti final i kësaj tragjedie nuk ndodhi në Krujë, ndodhi në Shkodër. Shkodra ishte fortesa e fundit e madhe, një kala masive vendosur midis një kodre shkëmbore e mbrojtur nga një forcë kombinuar e venecianëve dhe veteranëve të fundit të ushtrisë së Skënderbeut. Në vitin 1478, Mehmeti II e rrethoi atë me artillerinë më të rëndë që bota kishte parë ndonjëherë. Topat Osman lëshuan gur që peshonin qindra kilogram mbi muret e kalas për javë të tëra. Rrëthimi ishte i tmerrshëm. Mbrojtësit u detyruan të hanin mijë dhe të zbonin lëkurën për supë, por ata rezistuan për muaj të tërë duke mposhtur val pas vale të jeniçerëve. Ishte një shfaqje kokforcie që i kujtoi sultanit ditët e vjetra. Kur Shkodra u dorëzua më në fund në vitin 1479, lufta mbaroi praktikisht. Mehmeti II eci nëpër portat e rrënuara të Shkodrës. Ai kishte fituar. Flamuri shqiptar, Shqiponja me 2 krerë u hoq. Gjysmë hëna u ngrit mbi Ballkan. Do të qëndronte aty për 433 vitet e ardhshme. Por përpara sa perde përfundimtare të binte, filloi një eksod masiv. Mira shqiptarë, duke kuptuar se jeta në sundimin osman do të thoshte vdekja e besimit dhe identitetit të tyre, ikën drejt Bregdetit. U mblodhen në anijet veneciane duke mos pasur asgjë tjetër përveç fëmijëve dhe kujtimeve të tyre. Gjatë largimit pan fshatrat e tyre në flak për herë të fundit dhe lundruan përtej Adriatikut drejt Italisë. Këto refugjat u vendosen në Italinë e Jugut, në Kalabri, Sicili dhe Puglia. Atyre ju dha tokë nga mbretëria e Napolit, po ajo mbretëri që Skënderbeu kishte shpëtuar vite më parë. Ishte një shlyrje e borxhit gjakut. Këto njerëz u bën të njohur si arbreshët. Dhe këtu historia merr një kthes magjepse. Zakonisht kur një popull pushtohet dhe shpërndahet, ata asimilohen, harrohen. Brenda një brezi ose dy ata bëhen italian ose francez ose gjerman. Por arbreshët nuk harruan. Në fshatrat e tyre të izoluar malore në Itali, ato e ngrin kohën. Ruajtën gjuhën e tyre, këngët e tyre, ruajtën liturgjinë e krishterë dhe më rëndësishme ruajtën legjendën e Skënderbeut të gjallë. Për 500 vjet, ndërsa Shqipëria ishte në zgjedhjen osmane, e detyruar të konvertohej, e detyruar të ndryshonte emrat, e detyruar të shërbente sultanëve, arbreshët në Itali këndonin këngë për Dragojin që luftoi perëndërinë. Ato u bën një kapsule gjallë e kohës. Në Shqipëri, osmanit u përpoqën ta afshin atë, shndruan kishat në xhami, shkatruan statujet. Kjo është arsyeja pse jeniçerët gërmuan varrin e tij në Lezhë, jo thjesht për besytni, por për të shpërbërë fizikisht ekzistencën e tij. Ato donin të siguroheshin që Gjergj Kastrioti mos ishte asgjë më shumë se një histori fantazmash, por nuk mund ta vrasësh një histori fantazmash nëse njerëzit refuzojnë të pushojnë së treguari atë. Ndërsa Evropa vazhdoi me rilindjen duke zbuluar botë të reja dhe duke harruar luftëtarin e vjetër në Ballkan, shpirti i Skënderbeut mbijetoi në këngët e gjysheve në Kalabri, mbijetoi në përshpëritjet e fshehura të malsorëve në veri të Shqipërisë, të cilët refuzuan të përkuleshin. Dragoj kishte vdekur, kështjella kishte rënë, por ideja e Skënderbeut, ideja se rezistenca është e mundur edhe kundër sfidave më të mëdha, ishte e pashkatrueshme. Dhe 4 shekuj më vonë, kur Shqipëria u zgjua më në fund për të luftuar për pavarësinë e saj kundër perandorisë osmane, ajo ide do të ishte shkëndija që nisi zjarrin. Pra, cila është trashëgimia e vërtetë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut? Është e lehtë të shikosh hartën e vitit 1479 pas rënies së Shkodrës dhe të thuash se ai dështoi. Thunja, perandoria osmane e pushtoi Shqipërinë. Ata e sunduan atë për 4 shekujt e ardhshëm. Kështjella që e ndërtoi u morën, njerëzit që e mbrojti u nënshtruan. Në llogaritë e ftohta të territorit dhe pushtimit, Skënderbeu humbi, por historia nuk ka të bëjë vetëm me atë se kush e pushtoi tokën. Ajo ka të bëjë me kohën. Për 25 vjet, Skënderbeu shërbeu si një digë njerëzore kundër dallgës osmane. Ai i ndaloi sultanit, Muratin e dytë dhe Mehmet Pushtuesin gjatë kulmit absolut fuqisë së tyre.
Çdo verë që ata shpenzuan duke u gjakosur në malet e Shqipërisë ishte një verë që nuk e shpenzuan duke marshuar drejt Romës, Venecias dhe Napoli. Historianët kanë debatuar për shekuj më radhë. Po sikur Skënderbeu të kishte rënë në vitin 1443. A do të kishte kaluar me Mehmeti Adriatikun? A do të ishte kthyer bazilika e Shën Pjetrit në Rom në xhami, ashtu si Hagia Sophia në Konstantinopol? Nuk do ta dim kurrë me siguri, por dim këtë. Skënderbeu i bleu Evropës perëndimore dekada sigurie. U bleu kohë për të marrë frymë, kohë për të ndërtuar dhe mbase kohë për të ndezur rilindjen. Ndërsa Italia pikturonte kryevepra, Skënderbeu po i lynte malet kuq për t'i mbajtur ata të sigurt. Dhe bota përfundimisht e njohu këtë. Sot mund t'i gjeni statujet e Skënderbeut jo vetëm në Tiranë apo Prishtinë, por në Rom, në Londër, në Bruxelles e madje edhe në Rochester Hills, Michigan. Ai ishte subjekt i operave nga Vivaldi dhe i poezive nga Longfellow. Ai tejkaloi gjeografinë e tij të vogël për të bërë një simbol universal, i nënshtruar i sfidues. Njeriu që thot jo kur e gjithë bota u lëret dorëzohu. Por mbase fitoria e tij më e qëndrueshme nuk është në librat e historisë apo statujet e broncit, ajo është e flamuri. Shikoni flamurin e Shqipërisë moderne. Është po ai flamur i kuq gjak me shqiponjën e zezë me 2 krerë. Është po ai flamur i kuq gjak me shqiponjën e zezë me 2 krerë që Skënderbeu ngriti mbi kruj në atë natë të nëntorit të vitit 1443. Është një nga të paktet flamuj kombëtar në botë që është një vazhdimsi e drejt për drejt e një steme mesjetare. Ai mbijetoi 400 vjet ndalimesh osmane, mbijetoi luftra ballkanike, mbijetoi 2 luftra botërore dhe një diktaturë brutale komuniste. Ai flamur është prova përfundimtare e fitores së tij. Ai nuk luftoi vetëm një luftë, ai farktoi një identitet aq të fortë sa gjysmë mileniumi i ndërtimit perandorisë nuk mundi ta fshinte. Nëse kjo histori qëndrueshmërie të pëlqeu, të lutem, bëj subscribe kanalit Zbulot Vërtetën dhe aktivizo njoftimin. Në fund, Skënderbeu na jep një leksion të fortë për lirinë. Liria nuk është një dhuratë që ta japin, është një kështjell që duhet ta ndërtosh gur pas guri dhe ta mbrosh ditë pas dite. Ajo kërkon dinakrinë e dhelprës, guximin e luanit dhe ndonjëherë sakrificën e gjithçkaje që ke të shtrenjtë. Osmanet mbase mund t'i kenë thyer kockat për t'i bërë hemali, por ata nuk e mbytën trashëgimin e tij. Dragoi i Shqipërisë diç, por ai kurrë nuk u largua vërtet nga fusha e betejës. Edhe sot, malet e krujës janë të qeta, topat janë ndryshku, por nëse dëgjoni me kujdes erën që fryn nëpër lugina, nuk dëgjoni zërin e humbjes, dëgjoni rrahjen e krahëve të shqiponjës. Në përfundim, kam një pyetje për ty. Në kushtet e sotme, kur rreziqet nuk janë më ushtri pushtuese, por sfida globale dhe kulturore, sa e vështirë është të ruhet ai uniteti shqiptar që la amanet Skënderbeu dhe cili mendoni ju është Elbasani, kërcënimi i heshtur që rrezikon sot identitetin ton kombëtar. Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.